në Zvërnec, ndërkohë që një pjesë tjetër, pjesa dominante, nuk është se nuk duan që gjërat shkojnë më mirë, absolutisht, por ashtu si që ata duan që të shkojnë gjërat, më e keqja vjen për Shqipërinë. Dhe këtu kam parasysh ato partitë e vogla që mbetën vogla apo që u bën vjetra, këtu kam parasysh prurjet që vijnë nga teritoret tjera, se çfarë lidhje kanë ata me këtë temë që ka të bëjë me Vlorën dhe që vetëm në Vlorë nuk ka shkaktuar asnjë lloj proteste sepse Vlora masivisht atje e do zhvillimin. Kjo është një pikpyetje cilës unë nuk dua t'ja jap përgjigjen, por do ta lë pikpyetje. Dhe duke shkuar në Vlorë, dua të ndalem tek një simptom shumë problematike, e cila po forcohet dita ditës. Anullimet e rezervimeve për sezonin nga turistët e huaj. Kam marrë shumë mesazhe, por natyrisht që unë nuk mund të dalë dhe ta përdor këtë që të thuhet të ndalosh protestën se tu doj shpirti për hotelet, por nga ana tjetër nuk mund të ripa thënë që edhe në Vlorë dhe në Durrës ka pasur protesta të operatorëve turistik. Protesta sensibilizuese. Në Vlorë kanë qenë rreth 95% e atyre që zotërojnë hotele, restorante, bare, që janë bashkuar protestë sensibilizuese duke kërkuar mirëkuptim që sezoni të mos dëmtohet, sepse është një dëmtim i drejt për drejt për ekonominë familjare të shumë njerëzve të lidhur me turizmin dhe është një dëmtim i drejt për drejt për ekonominë lokale dhe për ekonominë kombëtare në tërësi. Domethënë, nëse ne do të ndalojmë që në Shqipëri të hynë ato para që do të hynë normalisht me një sezon turistik të qetë, atëherë unë nuk e di se në favor të kujt shkon kjo. Nëse ka një agent protesta për të penguar Shqipërinë nga të katër anët dhe përmes pengesës për të krijuar një frustrim dhe pastaj për t'i bërë njerëzit që thonë hajde se po e heqim këtë qeveri vetëm që të na lini rehat, atëherë kjo është një agent që është jo e re, është një agent që është përdorur në vende të tjera, është një agent që është përdorur edhe këtu nga molotovarët, por që nuk ka për të funksionuar. Dëmi patjetër që do të jetë i madh edhe i panevojshëm sipas meje. Një tjetër simptom shumë e neveritshme është bullizmi ndaj njerëzve në Facebook, në Instagram. Dhe kam parë me shumë keqardhje se si një këngëtar, si Ylli Limani, një këngëtar i dashur për një mas njerëzish, nuk është këngëtar i preferuar, unë i përkas një brezi tjetër dhe jetoj me të tjera dëshira që lidhen me muzikën, por është një këngëtar shumë i respektuar, shumë i preferuar, që ka bërë një koncert të jashtëzakonshëm në Tiranë. E kanë masakruar me sharje, me presione, me kërcënime për të anulluar koncertin. Dhe për të mos ju dhënë njerëzve kënaqësinë që të kenë një moment të bukur muzike, sepse njerëzit do të fokusohen tek protesta. Dhe kjo po ndodh me shumë njerëz, edhe me ata që kanë një opinion tjetër thjesht dhe shkruajnë postim dhe marrin të shara dhe marrin kërcënime, të cilat flasin për atë që unë kam thënë që është ditën e parë. Në këtë konglomerat, në këtë mozaik, ku ka njerëz nga të gjitha rrugët e jetës, ku ka patjetër njerëz që kanë vetëm qëllime të mira, ka dhe një komponent fashiste. Një frym fashiste. Dhe fryma fashiste nuk ka nevojë për uniforma dhe për
për armë. Fryma fashiste është fryma që thot Shqipëria është shqiptarëve. Pra, të gjithë tjerët jashtë nuk janë të mirëseardhur. Siç ishte Gjermania gjermanëve dhe u bë delja zez e Europës për vite të tëra pastaj. Greqia është e grekëve, thoshin këta hajvanët e agimit të artë që u bën një problem për Greqinë. E të tjera. Fryma fashiste është kur ti thua unë dua të flas, unë dua të them atë që mendoj, unë dua të protestoj, unë dua të rrim bulevard, po unë nuk dua dhe nuk pranoj që të tjerët kenë një opinion apo një qëndrim tjetër, të tjerët duhet të çohen nga kafet, të tjerët nuk duhet të shkojnë në koncert, të tjerët nuk duhet të shkojnë në plazh, të tjerët nuk duhet të punojnë, të tjerët nuk duhet të marrin të mirat materiale nga puna e tyre, sepse duhet të jenë pjesë e kësaj gjëje. Fryma fashiste është kur nuk do të dish fare. Dhe patjetër që kjo është një komponente shumë e rrezikshme e protestës. Por këto simptoma lidhen drejt për drejt me dy gjëra që janë të panegociueshme për një shoqëri demokratike dhe për shoqërinë shqiptare dhe për vendin. Kjo është nevoja për rritje ekonomike, nevoja për më shumë të ardhura. Dhe turizmi është një burim kaq i madh dhe kaq i rëndësishëm dhe këtë vit parashikohet të jetë një sezon më i suksesshëm ndonjëherë, por nëse kjo situatë do të vazhdojë dhe nëse anullimet do të vazhdojnë, ky nuk do të jetë një sezon i suksesshëm, ky do jetë një sezon i sabotuar nga vetë ne. Nga vetë ne. Një gjë e paimagjinueshme, por që faktikisht mund të ndodhi dhe simptomat janë. Dhe tjetra është e patolerueshme që një grup njerëzish, që një forcë njerëzish, që një parti apo një konglomerat partish, apo që nuk e di quani si doni, të imponohet pjesës tjetër duke i thënë që o do mendosh kështu si unë, o unë do të të sakatoj, do të të bullizoj, do të të kërcënoj. Kjo është fashiste, është skandaloze. Dhe kjo duhet ndalur. Dhe kjo ndalet duke mos u tërhequr përpara këtyre lloj presioneve dhe përpara këtyre lloj hajvanëve. Kjo duhet ndalur.